Si të bëjmë lek online? Kjo është një nga pyetjet që më bëhet më shpesh në të gjitha profilet e mia dhe sot do jap një përgjigje pak më të thelluar dhe pak për të gjithë. Sepse do ju them 10 metodat e ndryshme që sipas meje janë ato më efektive për të bërë lek online. Janë metoda me shkallë vështirësie të ndryshme, me shkallë rreziku të ndryshme dhe me përfitime të ndryshme. Këtë gjë do ja them për çdo lloj metode. Kështu që ju mund të zgjidhni atë që ju afrohet më shumë, le të themi. Pa humbur shumë kohë në fjalë të tepërta, fillojmë direkt me video. Mënyra e parë që duhet t'ju këshilloj është dropshipping dhe e-commerce. Dhe ndryshe nga çfarë mendojnë shumë veta që dropshipping dhe e-commerce janë të thjeshta për të bërë dhe do shumë pak kohë, gabojnë totalisht. Dropshipping dhe e-commerce do me të vërtet një mësim nga mbrapa që të dish se si funksionon, si të marketosh atë që do shesësh, dhe se si ti bësh klientët që do blejnë të ty të kënaqur. Sepse dropshipping nuk është vetëm merr një produkt në AliExpress me $1 dhe shite me 30 dhe miru pafshim këtu. Sepse klientët që do blejnë të ty normalisht për çmimin që do paguajnë, duhet të marrin diçka në këmbim. Pra diçka më shumë se sa mund të marrin në AliExpress, në Temu ose në faqe të ndryshme. Por si funksionon dropshipping? Kur të pare, ne marrim një produkt, zgjedhim një produkt që mendojmë sipas nesh, sipas market researchit që kemi bërë që mund të eci dhe mund të ketë shitje, gjejmë një faqe ku mund ta marrim me pak lek dhe e shesim me më shumë. Zakonisht 2 herë ose 3 herë më shumë, jo për të egzageruar akoma dhe më shumë. Dhe një nga gjërat më të vështira për të nisur dropshipping është pikërisht gjeta e produktit që do shesim, sepse do një kërkim nga mbrapa dhe kujdes, pjesa më e madhe atyre që provojnë dropshipping dhe e-commerce në herët e para që provojnë, pra në dyqanet e para që hapin, falimentojnë. Dhe këtë duhet ta merrni të mirë qenë. Jo sapo ta hapni një store me produktin tuaj, do bëni lek direkt. Dhe mos u gënjeni nga njerëzit që ju thonë që bëhet direkt, nuk do lodhje, nuk do përkushtim dhe nuk do të mësosh fare për këtë gjë. Shumë e gabuar. Do përkushtim, do që të rish nga mbrapa dhe të mësosh mirë se çfarë produkti jesën dhe çfarë jo, dhe nuk është një punë që bëhet vetë. Sidomos për fillimin, përveç faktit së blerjes së produktit, duhet të krijoni content për atë produktin që më pas ta marketoni dhe të investoni në sponsorizime për atë produkt, dhe me blerjet duhet të merreni ju, sepse të dhënat e klientëve duhet t'ia çoni direkt fornitorit tuaj, ose mund ta bëni me websajte të tjera që e bëjnë automatikisht për ju, por që duhen paguar. Kështu që në këtë rast zgjidhni ju se cila është rruga e duhur. Dhe si punë ka rrisqet e veta, sepse duhet të keni një buxhet në fillim për të investuar te produktet dhe në rastin më të keq, nëse ka klientë që duan të kthejnë produktet mbrapa, keni parasysh te këtë. E dyta, investime dhe kripto. Është bërë një temë, le të themi, shumë e thjeshtë kohët e fundit, ku të gjithë hapin kanale Telegrami për të çuar sinjale të ndryshme. Unë të them se kur ti investosh, ti do investosh dhe do bësh milioner. Budalliqe, mos i besoni. Kam pasur shumë njerëz që kanë dashur të sponsorizojnë pikërisht shërbime të tilla në profilet e mia dhe nuk i kanë pranuar, sepse janë mashtrime. Asnjë nuk do të thojë ty se kur ti investosh sepse do bësh lek, sepse ai person duhet të bëjë lek gjithashtu. Dhe këta persona lekët zakonisht i bëjnë me humbjen e klientëve të tyre. Për të investuar në kripto duhet të dini, mësoni më shumë rreth tyre dhe rreth tregut se si ngrihen dhe ulen pikërisht çmimet. Dhe një gjë shumë e rëndësishme, lekun që investoni duhet ta merrni të mirë që e keni humbur. Pra rrezikun në këtë punë është shumë i lartë dhe mos mendoni që do filloni të investoni në kripto sot dhe nesër do bëni milionera. Ka njerëz që kanë 10 vjet që investojnë dhe kanë fitimet e tyre, por nuk janë milionera. Mos u gënjeni nga këta tipat. Puna e tretë dhe ajo që më përket mua, content creator, influencer, quheni pak si doni. Pra krijimi i videove online me një tematik të saktuar, normalisht duke vendosur imazhin tuaj dhe fytyrën tuaj në plan të parë. Është një punë që mund ta bëjnë të gjithë, por që nuk ja dalin të gjithë, sepse është e thjeshtë për të filluar, por shumë e vështirë për ta mbajtur dhe për ta zhvilluar më shumë. Këshillat që unë jap janë ato praktikisht që japin të gjithë që bëjnë këtë punë. Duhet qëndrueshmëri, duhet të punoni fort, sepse edhe në ditët që nuk ju punohet, pra nuk ju xhirohet video, duhet ta bëni sepse duhet ta trajtoni si punë. Duhet të zgjidhni mirë bashkëpunimet që bëni me brendet e ndryshme ose me çfarë të doni ju dhe tematikat që sillni në video, sepse një gjë e gabuar mund t'ju prishi totalisht punën dhe t'ju nxjerrë totalisht nga tregu. Të organizoni kohën në mënyrën më të mirë të mundshme dhe dy të fundit, por më të rëndësishmet, sidomos kur filloni duhet jeni vertikal në kontentin që krijoni, që do thotë zgjidhni një temë dhe bjerini vetëm në atë temë. Në fillim nuk mund të shpërndani në tema të ndryshme, sepse rrjetet sociale të këtyre ditëve promovojnë dhe ndihmojnë njerëzit që flasin për një temë të caktuar. Në këtë mënyrë, rrjetet sociale dinë se ku të targetizojnë audiencë për ju. Qofse sot bëni video për teknologji, nesër për ushqim, nesër për larjen e rrugëve, pas nesër për motin, rrjetet sociale nuk e dinë se
kujt ti tregoj videot tuaja. Pra në fillim duhet jeni goxha vertikal me një lloj kontenti. Dhe e fundit, por më e rëndësishmja, jeni vetvetja juaj. Një punë që nuk ka rrezik të madh, por që do shumë kohë që të ngrihet. E katërta, social media manager, një nga gjërat që po bëjnë pjesa më e madhe të rinjve sot, funksionon shumë mirë dhe është një hap shumë i mirë për të bërë lekët tuaj të para. Kontaktoni dhe flisni me biznese që sapo janë hapur dhe ofroni pikërisht ndihmën tuaj në këmbim të pagesës. Por në fillim, ajo që këshilloj është që 2-3 punët e para ti bëni falas, sepse ju duhen klient, ju duhen review dhe ju duhet material për t'ia treguar klientëve të tjerë. Në fillim duhet të punoni ose me pak lek ose falas, thjesht për të krijuar pak eksperiencë dhe portfolio nga mbrapa. Por është një punë që ecën shumë mirë dhe mund të jetë ose një punë momentale, ose nëse arrini ta zhvilloni aq mirë, mund të jetë puna që do ju çojë para kush e di sa vite, mbas e gjithë jetën. Vendi 5, një tjetër punë që unë e kam bërë, freelancer në Fiverr, Upwork, freelancer.com, pra faqe të tilla. Ku aty ju mund të shpërndani njohuritë tuaja, dijet tuaja dhe të shisni skillet që ju keni, pra aftësitë tuaja. Të tipit, unë më para kam bërë video editor për rreth 1 viti në Fiverr dhe Upwork. Eci shumë mirë, krijova lekët e mia të para për të investuar më pas në pajisje e gjëra të tjera që më duhen për këtë punë që po bëj tani, pra content creator. Edhe kjo është një punë që do shumë përpjekje, por me kosto zero, sepse nuk ju duhet praktikisht asgjë. Nëse editoni video, nëse dini video, tashmë një kompjuter për të edituar e keni dhe mund të punoni me atë. Më pas me lekët e tjera mund të upgradeoni dhe të bëni gjëra akoma dhe më të mira dhe të blini pajisje që do ju ndihmojnë akoma dhe më shumë në punën tuaj. Kjo është me të vërtet një nga punët që ja këshilloj të gjithëve sepse nuk humbisni asgjë. Por keni parasysh, do durim. Unë klientin tim të parë në Fiverr e gjeta pas 4 ose 5 muajsh nëse nuk gabohem. Dhe isha ditë për ditë aty duke ndryshuar gjëra të vogla te serviset e mia për të kuptuar më shumë se çfarë kërkonin njerëzit dhe për të dalë gjithmonë në faqe të parë. Në këtë mënyrë ja dola. Puna e 6, print on demand. Për ata që nuk e din, shitja e bluzave me stampa të ndryshme. Kjo gjë funksionon mirë në website si Etsy, Gelato, janë dhe disa të tjera, por nëse shkruani print on demand në Google do ju dalin pafund website të tilla. Funksionon mirë dhe është një mënyrë e mirë për të bërë lekët tuaja të para online. Nëse dini të vizatoni, nëse dini të përdorni Photoshop dhe dini të krijoni grafika të bukura, ose nëse jeni aq shumë të zgjuar sa të kuptoni trendin e momentit, pra në këtë moment macet janë viral dhe ju gjeni dizajne të bukura me macet, mund t'i vendosni për bluza dhe bluzat më pas t'i shisni. Edhe kjo është punë e vështirë, por që me kalimin e kohës, nëse e trajtoni mirë, mund të ngrihet në një nivel shumë të mirë për ju. Kostot janë zero, sepse çdo gjë e bën website-i që ju po përdorni, maksimum që mund të paguani është një 10 ose 15 dollar në muaj për website-in, për ndihmën që po ju jep. Dhe çdo gjë me orderin, printimin, dërgimin e bluzës, merren çdo gjë ata. Por kjo s'do të thotë që duhet të rrini kot dhe të prisni të bien lekët ose klientët nga qielli. Edhe këtu duhet të punoni goxha dhe të informoheni gjithmonë më shumë online, YouTube, ku të doni ju. Puna 7, shitjet e produkteve online, shitjet e produkteve digjitale. Kjo sidomos funksionon shumë nëse jeni dhe content creator dhe krijoni diçka tuajën për ta shitur, siç kam bërë unë për shembull me presetet e Lightroomit. Por mund ta bëni edhe nëse nuk jeni content creator. Nëse je një fotograf dhe di të bësh foto shumë bukura, di të editor shumë bukur, mund të nxjerrësh presete dhe më pas ti shesësh në website-et ku shiten presete të ndryshme, ku artistë të ndryshëm shesin këto presete. Kjo është një punë pak e vështirë që nëse nuk njifesh pak, nëse nuk ke shumë njohje si artist, në këtë rast mora shembullin e fotografit, është pak vështirë të shesësh dhe të krijosh të ardhurë me këtë. Por mund ta provosh, nuk humb asgjë fundja. Puna e 8, affiliate marketing. Pra përfitimet nga shitjet në biznese, në brende të ndryshme me anë të kodit tuaj. Pjesa më e madhe e bizneseve tashmë kanë një program affiliate, siç mund ta ketë Amazon, siç mund ta ketë AliExpress, Temu dhe shumë të tjera. Nëse ju arrini të shisni produkte pikërisht me përdorimin e kodit tuaj, do të merrni një përqindje të vogël të asaj. Edhe kjo është e lidhur ngushtë me punën e content creatorit. Nëse krijoni një imazh online, nëse njiheni pak ose nëse keni një faqe ku hidhni, nuk e di, video për macet dhe më pas doni të shisni produkte për macet, pa ju futur pjesës së dropshipping dhe e-commerce, mund t'i shisni direkt nga Amazon, AliExpress, eBay dhe vende të tjera, duke përdorur kodin tuaj. Njerëzit do marrin produktin si gjithmonë, por ju do të fusni një pjesë të atyre lekëve në xhep. Si falenderim nga website-i se i sollët klientë të tjerë. Në fillim mund të bëni pak lek, por nëse me të vërtet e mbani këtë gjën, rrisni faqet tuaja për të punuar pikërisht me affiliate marketing, më besoni,
ka njerëz në botë që jetojnë vetëm me këtë. E nënta, blog online. Një shembull mund të jetë fakti i udhëtimeve. Nëse ju pëlqejnë udhëtimet dhe bëni një blog online ku flisni për udhëtimet tuaja, jepni këshilla, jepni itinerare, gjëra të tilla, mund të bëni lek në dy mënyra me këtë pjesë. E para, nëse keni shumë vizita në webin tuaj, mund të fitoni nga AdSense për reklama të ndryshme që vendosen në web. Dhe e dyta, mund të shisni brenda webit tuaj produkte që kanë lidhje pikërisht me këtë blog. Në këtë rast mund të shisni një itinerar të detajuar për një udhëtim e zëm në Barcelonë. Njerëzit që janë të interesuar dhe ndjekën blogun tuaj në rastin më të madh do të kenë kënaqësinë t'ju suportojnë me një blerje dhe nevojën e këtij itinerari ose diçka tjetër, gadget të ndryshëm. Pastaj çdo gjë mund ta zhvillosh në 100 mënyra të ndryshme. Unë por ju jap thjesht inputin se çfarë mund të bëni. Sepse siç thash dhe vazhdoj e them, të bësh lek online nuk është e thjeshtë, është punë si gjithë të tjera. Thjesht jo fizikisht, por online. Puna e fundit, shitja e kurseve online. Nëse jeni të aftë, keni skill të ndryshme, në këtë rast marr rastin e video editor, pra dini të editoni mirë në Premiere, në DaVinci, në Final Cut, kudo, në CapCut, kudo që doni, dhe doni t'ja mësoni njerëzve të ndryshëm, mund të shisni kurse pikërisht në këtë aspekt. Ka faqe të ndryshme si Skillshare e të tjera ku ju lejon pikërisht të shisni një kursin tuaj. Normalisht, nëse e bëni në gjuhë të huaj, ka më shumë konkurrencë, por ka dhe mundësi për shitje më shumë. Pastaj jeni ju ata që vendosni se çfarë gjuhë do bëni, ku do i shisni dhe se si. Dhe normalisht për çfarë niveli, për fillestar, për diçka pak më të avancuar e tjerë e tjerë. Por dhe kjo është një mënyrë e mirë. Risku është zero, ndërsa lodhje ka pak se duhet të krijoni një kurs nga fillimi deri në fund që më pas ta shisni. Këto ishin 10 punë që unë këshilloj më shumë për të bërë online ku mund të bëni me të vërtet lek. Një pjesë të mirë të këtyre e bëj dhe unë dhe i kam me prova që mund të bëj diçka. Një pjesë tjetër normalisht që nuk e kam provuar sepse jo çdo gjë mund ta provoj. Por si gjithmonë e them, e stërthem gjithmonë, mos kujtoni se të bësh lek online është gjë e thjeshtë. Do impenjim, mësim dhe lodhje si çdo punë tjetër. Mos u gënjeni nga njerëzit që ju thonë që mund të bësh lek thjesht. Ka këtë aplikacionin, bëj këtë anketimin këtu dhe fito 3 centu, 7 cent aty, janë kot. Por fokusoni, kuptoni se çfarë do të bëni dhe mund të provoni pikërisht një nga këto që thash. Pastaj është në dorën tuaj. Presoj që kjo video të ketë pëlqyer si gjithmonë. Shumë faleminderit që e pa deri në këtë pjesë. Nëse ju pëlqeu, do më suportoni shumë me një subscribe në kanal, një like dhe një koment se jo, sepse dua të di tuajën nëse keni provuar një punë ose nëse keni punë të tjera për të këshilluar. Shkruani këtu poshtë në komente. Ne shihemi të dielën e radhës me videon e radhës.